Çlirimi I Amerikës. Tarifa reciproke amerikane nga BE-ja, Britania e Kina janë dëshkimi I Shteteve të Bashkuara. Presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, shpalli më 2 prill tarifat e reja nda partnerët tregtar, duke deklaruar se ato do hyjnë në fuqi në mesnatë. Ai tregoi një grafik sipas të cilit tarifat e vendosura ndaj Shteteve të Bashkuara janë shumë herë më të larta. Sipas tij, Kina vendos Shtetet e Bashkuara një tarifë 67%, kështu që Shtetet e Bashkuara do të ngarkojnë Kinën me një tarifë 34%. Sipas grafikut të shteteve, do t'i vendosin Bashkimit Evropian një tarifë prej 20%, Vietnamit një tarifë 46%, Tajvanit 32%, Japonisë 24%, Indisë 26%, Koreas së Jugut 25%, Tajlandën 36% e kështu me radhë. Ai ka thënë se në listën e tij ishte edhe Shqipëria dhe Kosova me 10%, si shumica e vendeve të cilat kanë një farë takse doganore. Ai ka thënë se mbi 80% të makinave të prodhuara në Kore të Jugut shiten në Kore të Jugut dhe mbi 70% makinave të shitura në Japoni janë prodhuar në Japoni, dhe se makinat e prodhuara në SBA përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël në ato vende. Ford ka shitje shumë të vogla në vende të tjera, një disbalancë tregtare që ka shkatruar industrinë amerikane sipas tij. Për këtë arsye, duke filluar nga mesnata, do të vendosim një taks 25% tek të gjitha ato mjetet e prodhuara jashtë vendit, ka thënë Trump. Trump e nisi fjalimin e tij duke cilësuar ditën si dita e çlirimit dhe duke thënë se partnerët tregtar e kanë ngrabitur Shtetet e Bashkuara për dekada me radhë. Taksa paguesit tani janë ngrabitur për më shumë se 50 vjet. Kjo nuk do ndodhë më, ka thënë Trump. Ai ka bërë të ditur se do nënshkruaj një urdhër ekzekutiv në lidhje me tarifat reciproke. Unë do të nënshkruaj një urdhër ekzekutiv për tarifa reciproke në gjithë vendet e botës. Reciproke do thotë, nëse ata na vendosin tarifa neve, ne u vendosim tarifa atyre në të njëjtën masë. Shumë thjesht, nuk mund të ishte më thjesht se kaq. Ai ka kritikuar Bashkimin Evropian dhe shtetet aziatike për tarifa mbi ato mjetet e prodhuara në SBA. Ato ditë kanë përfunduar, tha Trump. Gjatë fjalimit të tij ai ishte rikthyer retorikës tradicionale Amerika e para, duke sugjeruar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të tërhiqen nga skena botërore. Shtetet e Bashkuara s'mund të vazhdojnë me një politikë unilaterale të udhëheqjes e tërheqjes ekonomike, ka thënë Trump. Ne duhet kujdesemi për njerëzit tanë rrath të parë. Trump ka bërë të qartë për gjithë liderët botëror se nëse ata duan përjashtohen nga tarifat e tij reciproke, atëherë duhet të ndryshojnë politikat e tyre tregtare. Anulloni tarifat tuaja, hiqni barrierat, mos manipuloni me valuta dhe krijoni dhe filloni të blini mallra amerikane me vlerë për miliarda dollarësh, ka thënë ai, ose prodhoni në Shtetet e Bashkuara.